Dyert e shumë agjencive imobiliare në kryeqytet këtë të mërkur ishin të mbyllura. Pa ndonjë njoftim të veçantë, një pjesë e madhe e këtyre zyrave e kanë pezulluar aktivitetin e ndërmjetësimit për shitblerjen ose dhënien me qira të pronave. Ulja e qepenave dyshohet se lidhet me aksionin e një dite më parë të drejtorisë së tatimeve dhe kontrollet për evazion dhe mosdeklarim pagash. Administrata tatimore ka ushtruar kontrolle në 9 subjekte, të cilat zhvillonin aktivitetin e tyre si agjenci imobiliare. Si pasojë e këtij kontrolli, u evidentuan punonjës të padeklaruar, paga nën minimale dhe evazion tatimor në shitjen e apartamenteve. Ky aksion u lajmërua një javë më parë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e cila njoftoi se të gjithë tatim-paguesit me probleme do t'i ushtrohen këtij kontrolli. Bazuar në provat e mbledhura, përfshirë intervista dhe vetdeklarimet e punonjësve, strukturat e specializuara të administratës tatimore sekuestruan edhe njësi kompjuterike, me qëllim vijimin e hetimit të thelluar, dokumentimin e mëtejshëm të shkeljeve tatimore dhe referimin në organet përkatëse të drejtësisë. Nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale, administrata tatimore publikoi pamje gjatë aksionit, duke sqaruar sërish se kontrollet do të vijojnë pa tolerancë dhe çdo subjekt në risk do të ndëshkohet me masë administrative.